edhe rruga është njësoj. Pavarësisht se bëhet trafik, rruga nuk ka ndryshuar, për masat e rrugës janë po njësoj. Janë hequr parkimet. Jo, rruga është me 2 parkime dhe 2 kalime. Kjo është rruga. Ne kemi hequr parkimet, kemi 2 kalimet. Ndërkohë, kur të përfundoj, Vela ka një projekt që mund të banga, mund të peshku, ke parasysh që është një dyqan peshku, bëhet një rrugë 3 metra e gjerë dhe pastaj vjen trotuari 2.6. Në këtë rrugë 3 metra, del aty te Amsterdami, kalon 5 metra atë dhe kthehesh djathtas. Mbasi kthehesh djathtas për te nga rrugica e Shikut, do të marrësh Majtas që futesh në bulevardin kryesor, vazhdon ngjitur për rreth Torës, hiqet ajo kioska fast foodi dhe kalon tek Tora, për rreth Torës. Nga ana tjetër, kur vjen nga pjaca, do të kalosh nga ajo që është sot e portit, ke parasysh që është një rrugë me trotuar ngjitur me Interklubin, me ato të portit. Pra do të bëhet me 2 kalime, sepse këto do të jenë 2 rrugë funksionale mbasi të mbaroj Vela. Rruga nga porti do jetë rrugë në rast se tuneli ka probleme për të kaluar ande në emergjencë, dhe kjo rruga këtu do të jetë e vazhdueshme gjatë gjithë kohës. Dhe kjo do të bëj kalimin në momentin që ne do të hapim tunelin, gropën. Mbasi të mbyllim tunelin, ajo rruga e portit do të mbyllet, do të jetë e limituar vetëm në raste emergjencas apo nëse do e kërkojnë ata të portit, ndërsa kjo rruga tjetër do të jetë ekzistuese për gjithmonë. Pra, do të devijojmë trafikun.